Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha vlerësoi rezolutën e Parlamentit Evropian, pasi sipas tij ajo tregon në mënyrë realiste problemet me të cilat përballet sot Shqipëria. Gjatë mbledhjes së kryesisë PD-s, Berisha veçoi nga ky dokument qëndrimin e Parlamentit Evropian për zgjedhjet parlamentare të majit vitit kaluar. Raporti konfirmon partinë shtet. Monster. Partia shtet është monstra e një regjimi, është monstra elektorale, është monstra e lirisë së qytetarëve. Dhe ne jemi jashtëzakonisht mirënjohës për diagnozën, për konstatimin. Sipas Berishës, kjo rezolutë dënon vendimin e mazhorancës për të mos hequr imunitetin e ish zëvendës kryeministres Belinda Balloku. Raporti thotë se çdo vendim në këtë drejtim duhet të merret strikt në përputhje me përcaktimet e kushtetutës dhe procedurat e vendosura ligjore pa ndërhyrje politike. Ja ku del Edi Rama këtu, me Lubi Ballukun, të dy. Përtej komenteve për rezolutën e Parlamentit Evropian, Berisha foli edhe për zhvillimet brenda Partisë Demokratike. Në rendin e ditës së mbledhjes kryesisë sot ishte miratimi i kandidaturës së vet Berishës për postin e kryetarit PD-s, ndaj lideri historik i Demokratëve, shpjegoi në mbledhje arsyet pse ai po hyni vetëm në garë. Partia Demokratike ka qenë, është dhe do jetë parti e garës, por nuk do jetë kur parti e kandidaturave kalpe. Nuk i kam thonë kur i pse në lezit kandido për rival, ka kandidu vetë. Dhe e dëgjoj pavarësisht çfarë thot, pa ai vetë ka kandidu dhe ka qenë një, ju e dini ka qenë me funksionet, jo të vogla. Në fund të fjalës për median, Sali Berisha u largua nga mbledhja e kryesisë për t'i lënë demokratët të diskutojnë pa prezencën e tij për zgjedhjet brenda partisë. Ashtu siç pritej pak minuta më vonë, kryesia njoftoi se zyrtarisht Sali Berisha është i vetmi kandidat në garën për t'u udhëhequr Partinë Demokratike për 4 vitet e ardhshme.